Komentosja thot tani po flet drejt. Unë gjithmonë drejt kam fol, por problemi është se juve kur ju cënohet interesi, ju duket sikur po flas shtrembër. Unë gjithmonë vërtetën flas. Dhe ideja është këto, unë me mendimin që me vjerrat s'do të jetosh fare, por tani ato që jetojnë me vjerrat ose me vjerrit, pra nuk ka shfrytëzoj njëri tjetrin. As vjera duhet shfrytëzoj nusen, as nusja nuk duhet shfrytëzoj vjerën, as djali nuk duhet shfrytëzoj maman, as vajza nuk duhet shfrytëzoj maman për të rritë fëmijët e vet. E kupton se kush i bën ato fëmijët, taksirat e kanë përgjegjësi ato të rrisin fëmijët. Jo bëj fëmijë rrit mamaja, jo bëj fëmijë rrit vjera. Se s'po kish budallënj. Se po t'ishte për të rritë fëmijë, do ta kishte bë Zoti që gratë të lindin fëmijë edhe 90 vjeçe. Po e ka bë Zoti në mënyrë ciklin e tillë që 50 vjeçe, kur femra kalon në menopauzë, mos bëj më fëmijë. Ka një arsye, sepse bie trupi i femrës dhe nuk ka fushitri si fëmijë. Çfarë do bëj ai, do rrisi fëmijët e fëmijëve tash? Pse përdoret vjera, pse tani që jetoni me vjerat ju do të thotë që duhet të shfrytëzoni vjerat. Duhet të shfrytëzoni plakat, të konsumoni plaka trupin e vet. Po plaka s'duhet punoj fare, duhet kujdeset vetëm për veten e vet dhe që të mbahet sa më shumë që të mos shkojë të ngelin krevet pastaj. Jo ta konsumoj trupin e vet duke i shërbyer djalit, fëmijëve të djalit edhe nëse djalit. Po çfarë është ky muhabet? Po nuk është shërbëtore vjera mër. Bëj punë nëse fëmijëve të djalit vet. Për çfarë? Djalit vet si djali shërben, se tek e fundit është gjaku vet. Po s'ka ti shërbej edhe nëse djalit, se nëse djalit nuk e ka asgjë. Për çfarë duhet i shërbej nëse djalit? Për çfarë arsye? Djemve djalit ose djemve të vajzës, për çfarë arsye? I keni bërë fëmijët vet, rritni vet mër fëmijët. Ose për të pastruar shtëpinë. Do thon nëset, jo po rri vetë edhe atje shtëpi, rri, po fëmijët e tuaj bën rrëmuj atje, ti me fëmijët e tuaj me burrin tënd bën rrëmuj. Sa ato tek e fundit janë dy familjar, vjerë dhe vjera. Për çfarë janë ato me të pastruar shtëpinë ty? Shtëpinë, zhulin e fëmijëve tu, por jo përse janë shërbëtorë ato. Dhe prandaj u bëj thirrje vjerave shqiptare, mos ju bëni hizmet askujt. Fare. Kush të bëj fëmijë le të rrisi vet. Kujdesuni për veten tuaj. Për veten tuaj, për bëni gatuani për veten tuaj, absolutisht pastroni vetëm rrobat tuaja, asgjë tjetër, lani jenën tuaj asgjë tjetër. Nuk jeni shërbëtor të nuseve të djemve. T'ju rrisin fëmijët. E kuptoni se shqiptarët këto shote 99% e shqiptarëve bëj fëmijë rrisin prindërit. Jo vlla, fëmijën e ke bën vet, rritë vet. Qa është kjo mërë? Qa është kjo makabritet të shfrytëzu moshën e tretë për me ju rritë fëmijë? Qa jeni ju mërë? Kafsh jeni? Se realisht ju kërkojnë ndjes për epitetit, po kjo e vërtet, kjo është e vërtet. Të shfrytëzosh një plak për të rritë fëmijët? Qa 60-70 vjeçare, 80 vjeçare atu kujdes për fëmijët e tu? Si kur bë fëmijën për rrit nga fillimi? A jeni normal,